Ju përshëndes të nderuar, unë quhem Hidayat Fetahi, jam ekonomist përkthyes dhe teolog musliman. Kanali im në YouTube mban emrin apo titullin Islami është ndryshe. Islami është ndryshe nuk kupton që ka shumë islame, apo nuk nënkupton se ka shumë islame, por Islami është ndryshe nënkupton se brenda Islamit ka interpretime dhe kuptime nga ata të cilët studiojnë apo merren me studimin e Islamit dhe Kuranit të jenë të ndryshme nga njëri tjetri. Në qoftë se ti akoma nuk ke bërë subscribe, nuk e ke abonuar kanalin tim Islami është ndryshe, unë të kisha lutur që atë ta bësh sot dhe do të isha jashtëzakonisht i kënaqur dhe falënderues në qoftë se ty do të pëlqenin videot e mia dhe do të ishe antar në kanalin tim në të ardhmen. Tani të kaloj në temën që kam zgjedhur për sot dhe asaj ja kam dhënë titullin Përse ti më katon në rrjetet sociale përderisa vetveten e quan apo e mban për muslimane dhe për musliman. A ka mundësi që kjo të shkoj bashkë? Në qoftë se në jetën tënde private, qoftë ajo familjare, qoftë ajo martesore, të ka ndodhur një pakënaqësi e vogël, të kisha lutur që ti të mos shpejtosh, por të marrësh kohë, të mendosh dhe do të ishte mirë që para se të shpejtosh, këtë ta bësh si temë mes partnerit apo partneres që e ke. Pra të kalosh në një bisedë, në një dialog, në një diskutim. Mos shpejto. Përmbahu. Të mos e publikosh me njëherë historiatin tënd që të ka ndodhur në rrjete sociale, sikurse që është Facebooku, Instagrami, TikToku dhe ko. Për arsye se në mesin e miqve tuaj ka edhe të ashtu quajtur ujq, të cilët memzi që presin një lajm të tillë, ata paraqiten sikur të ngushëllojnë, sikur ju vije shumë keq dhe ti, si naif që je, ju beson këtyre falsifikimeve. Dhe që bën me një pa të menduar të shpejt, kalon në afera virtuale, kalon në biseda virtuale, me njerëz të panjohur, të cilët i ke miq në Facebook, Instagram apo ko. Dhe pa e menduar mirë, duke u futur edhe më thellë, nuk vonon shumë dhe kjo fillon t'i paraqes ato plasariqet e para në marrëdhëniet e tua bashkëshortore. Kjo mund të çojë deri atje sa që ty të ndahesh nga partneri apo partnerja, të kërkosh divorcin dhe më në fund ata që nga kjo vuajnë më së shumti janë kush? Fëmijët. Ndaj unë e kam një këshill për ty.
Në qoftë se ti je një njeri besimtar, grua qofsh apo burr qofsh, dije se Zoti i gjithësisë, krijuesi i gjithë shkaje, familjen, marrëdhënien martesore, intimitetin brenda për brenda familjes, çështjet e tua private, sferën tënde private, e ka shpallur për të shenjtë. Ndaj, ke kujdes, mos i shpërndaj, mos e ndaj intimitetin tënd me miqt që i ke në Facebook apo Instagram, e që janë nga Kanada deri në Australi, nga Australia deri në Ballkan. Sepse Zoti ta ka ndaluar një gjë të tillë, që ti intimitetet e tua t'i bësh publike me personat që janë për ty të panjohur. Ndaj, ke kujdes nga kjo. Në qoftë se sot kjo video imja të ka pëlqyer, atëherë unë do isha jashtëzakonisht falenderues ndaj teje, në qoftë se ti do e pëlqeje dhe në qoftë se do bëje subscribe. Andaj, deri në videon e ardhshme të përshëndes, të uroj shëndet dhe dëshiroj që intimitetin ta mbash për vete, sepse Zoti ka dashur që kjo të jetë kështu. Mos e ndaj intimitetin tënd me askën, mbaje në vete dhe duro përderisa nuk shfaqen shenja të cilat të detyrojnë që të marrësh një rrugë tjetër.